Kurdo që e ka frikë Allahun xhelle wala dhe i përmbat rrugës së tij, Allahu xhelle wala atë do t'i bëj zgjidhje atij për çdo problem. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kush e ka frikën Allahut, kush i përmbahet fesë Allahut, Allahu do t'i bëj për çdo problem një zgjidhje, një rrugdalje. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, dhe Allahu atij do t'i bëj furnizim prej nga nuk e kujton fare. Pra, devotshmëria është rrugë, është mënyrë, janë shkallë për të arritur tek dija, tek çdo vlerë e mirë e mundshme, por janë edhe mënyrë se si ne e fitojmë edhe furnizimin në këtë botë. Madje dietarët e kanë klasifikuar si shkak jo material i fitimit të idarës.